4? Po, a bën 4 minuta. Amo 4 minuta duhet këtu është diçka që është po absolutisht monumentale. Mos më ndërhyni, se ajo që kam me thon. A muj me mol qenime? Çe, apo la pa ndërhyj. Jo, a muj me mol qenime vëj. Unë s'ke nevojë me mol qenime se ti prejm këto video. Jo, ti prejna se i prejna me gjithçysh, po. Kam qef me për i. Unë dëgjova më vëmendje logjikën e shpjegimit se cilit që e bënën. Po shpjegoj në fund të dorëheqjen e presidentes që po thot Krenari. Për me ra dikush kushtrim në vota, duhet më rrit dikush. Pra, kërkush s'penalizon, kush rritet që me ra vetëvendosje. Po qartë. Ngam duhet me mat çështu matit kjo punë, sipas mos më ndërhyni. Çe po mënon me shpjegu. Çfarë mekanizmi mbrojt mos më ndërhyni? Po përse ngam në po më thon deri në fund çka po du se po keq kuptojnë. Po shkoj 1 minutë u anë që po keq kuptojnë me se po më thonë jeshite e bo vetëvendosje. Nuk është ashtu, po flas se çysh po e shohën. 2 minuta situatën. LDK është e lënduar shumë kushtrim me zhvillimet e brendshme që i ka. Ka mos pajtime totale se si po qeveriset kjo parti nga kryetari Lumir Abdigjiku. PDK është edhe më shumë. E lënduar sidomos për shkak të zhvillimit në Drenas. Edhe rekuperimin unë besoj që ka shumë të pamundshëm në këtë situatë shpejt nëse zgjedhet man. E ka viçni hall një shqetësim. Mobilizimin për me rujt votën që e ka pas. Dhe me qenë prezent domethënë në parlament. Nëse flasim mbi këto premise, qysh me kolegë dashur i shkon mendje që dikush mundet me ranë në numër të votëve. Sepse trupi votues është shaj, është i njëjti. Që tani milionjerë që dalin me votu janë të njëjtë. Ata dikon kanë me votu, dikon kanë me dhënë votën. Nëse s'kemi argumente që shritet AK-ja, s'kemi argumente që shritet PDK-ja, s'kemi argumente që shritet LDK-ja, qysh po e dini që ulet vetëvendosje, që bjen, qysh po e dini? A ma japni dikush një ide? Kosova tha do të... Jo, ngam, përgjithësi po flas unë. Se nëse ty e thon veç na ose veç ju, çdo kon i bjen 10%, bjen 5%. Për me analizu kështu, analizoni këto të tjerat. Analizoni alternativën, a kanë këta njerëz, tani milion njerëz opsion pos vetëvendosjes që me rrit votën, a kanë? Çka ka ndryshuar prej zgjedhjeve në shkurtë deri tash? Te LDK-ja, te AK-ja dhe te PDK-ja, më tregoni. Po kupton, domethënë, në esencë se tillë kushtrim, unë nuk kam del kjo matematikë, më vjen keq. Saktë. Mund del që vetëvendosja rritet. Dhe çysh rritet, çep ju shpjegoj. Okej, këtë e si po. Jo, kjo është shfash për mua ka dalë në zgjedhje lokale kështu. Dikush po thotë jo ka ra, jo ul, jo asamble më pak, jo numër të votave më pak etj. Në 12 komuna është në balotazh. Statistikat po thonë zoti Roma. Jo, që di statistikë tjetër ta jap. Në 12 komuna është në balotazh, në 3 ka fitu pa balotazh. Asnjë parti s'është ashtu. Asnjë hiç. Domethënë komplet vetëvendosja garon kundër këtë tjerëve në komuna. Fryma e votuesve të vetëvendosjes është shtrihet në nivelin lokal. Ky është treguesi i mjaftueshëm e kuptuar njerëz që ato që thash para 2 minutave. Mua nuk po më dal ndryshe. E fundit shpresoj që gaboj. Por jo garancia. Shpresoj që bjen 23% që po e thot vetëvendosja. Ajo çka duan dhe që shërshon konceptin politik shtetit Kosovës jam të e folë që 5 vjet. Jam të e thonë në vazhdimsi. Realiteti që këta njerëz po votojnë është diçka tjetër. Dhe unë nuk më ikë se realiteti që e shoh. Që ashtu unë e shoh e përsisë edhe njerë qofshe e gabum. Që jem të thonë. Veç thuj mendimi jam edhe e kuptuar. Unë të e thonë që e mendimin tonë. Po veç u menova që një medji çka është për me mojë qenime. A morësh një mendim? Është për me mojë qenime se këtë korpushin e mendimeve tona. A morësh një mendim? Një mendim. Jo valla se s'jeva ku gjot. Më trego pse rritet